Po është plani Trump me bordin e paqes ku Kosova merr pjesë zgjidhja për Palestinën më në fund. Edhe pse vështira me pretendu në herë zgjidhje, sa e problem tashmë. Mendoj që Kosova ka bërë mirë që është në atë pjesë, edhe mendoj që është ngritë shumë si emër, dhe unë shpresoj dhe lus që Zoti Gjereshanu të bën mirë në atë pjesë, ndalet lufta ku do mbotë që janë, edhe besoj shumë te presidenti Trump që ka fuqi, ka vizion, mundet me bë dhe paqe në botë. Pra, po thua që mund të jetë zgjidhja. Unë i besoj shumë këtij njerit. Trumpit? Po, i besoj që mundet, ka fuqi. Çfarë ka bërë me besu të Trumpit? Po, mendoj që është njeri i cili nuk hamendet shumë. Mendoj që gjanat i prejnë shumë thjesht. Liderizëm, a? Ka lider, është lider. Është burr i madh. Mirë, interesante kjo. Çfarë është, ka edhe problem të themi të interpretimit fetar konflikti në lindjen e mesme? Marrë parasysh që Shia... Ndëgja, me ta bësh ndoshta këtu, se u emocionova pak edhe të viktimat edhe në Palestinë, qoftë edhe në Iran, qoftë edhe në Liban, ku ndodhin, edhe në Siri, edhe kudo që ndodhin. Mendoj që ne kemi dallime të mëdha me te, me këtë grupin që janë Ithna Asheri, 12 imamet, dhe këta nuk kemi të përbashkët me fe. Feja tyne është fe të ndryshe, feja jonë është fe ndryshe. Dhe mendoj që kemi dallime në bazë. Këta të cilët edhe e shajnë Ebu Bekrin, edhe Omerin, edhe Aishen, edhe sahabët e pejgamberit, edhe besojnë për devijimin e Kur'anit. Ta mendoj që Kur'anin të cilin ne e kemi është deviju. Dhe për këtë shkak, krejtë të trazira dhe që të problem që e kanë bërë në botën arabe, A ka një verzion tjetër të Kuranit ata? Këta pretendojnë që ka kuptim tjetër. Është deviju, ka këtë kuptim, pa e pas atë kuptim hiç. Dhe kemi dallime substanciale me ta. Dhe nëse e shef në Yemen, edhe Houthi, që ky grupi i Shia, nuk ka lënë shtëpi të sunive, nuk ka lënë person pa shkatërru. Edhe pa vrarë. Do thotë nuk ka në barikad, nuk ka ndonjë mëshirë, ndonjë rahmet, krejt çka shohë para i shkatërrojnë. Pra, po thua që si bindje, si orientim, është antinjerëzor, apo? Është antinjerëzor, anti-islam. Anti-islam. Edhe anti-islam. Mirë, përveç influencës në Yemen, në Irak, në Siri, ku tjetër ka influencë Irani? Dhe a lidhet Palestina, problemi Palestinës me Iranin? Nuk kanë lidhje këto, apo? Nuk i di unë ato gjanat politike, ma thellë, nuk kam vrej që ka diçka dhe në Palestinë s'pakën ata që kemi lexuar, që kemi dëgjuar, me po këto pjesë të cilat i përmena, po ka qenë faktor shumë i madh. Në Yemen është faktor kryesor. Yemeni është në dorë ti. Kur flasim ne për botën islame, në fakt nuk e dim që është shumë e ndarë mes shiave edhe sunitëve, apo është shumë e ndarë si bindje. Po është komplet është e ndarë, jo me gjithë shiat, po me këta Ithna Asheriet, këta 12 imamet të cilët janë Ismailit, disa grupacione të rrezikshme, që është Aliel, Khomeini, këta tjertë, Ayatollah Khomeini, ma herët që ka qenë djali i tij, këta me neve jem të kundërt. Dhe atje thot ai shteti islamik i Iranit. Nuk është shteti islamik i Iranit. A është imune tash Kosova ndaj ndërhyrjeve të rrymave të tilla të islamit? Mendoj që para luftës, se ka pasur përpjekje pas luftës me njëherë. Ka pas me mas luftës, dhe besoj që populli shqiptar nuk është aq i padijshëm sa që mi pranova edhe këto elemente të shiizmit. Besoj që ka disa nuanca të pakta, besoj që ka disa njerëz ato këtu që munden me mbrojt Iranin, po unë nuk e mbroj, edhe nuk e me Iranin. Me poplin e Iranit, me viktimat, me civilt, me fëmijët, po gjithçka.